Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Allahu është krijuesi i njerëzit dhe si i tillë e njeh më së miri. I di çfarë nevojash ka. Pikërisht për plotësuar këto nevoja që ka njeriu në përditshmërinë e tij, qoftë në aspektin individual, por në atë social, por edhe në aspektin adhurimor, Allahu xhallexhelaluhu ka dërguar për të manualin e besimit. Na ka bërë mirësinë më të madhe duke na dhënë mundësinë që të jemi besimtar. Për të folur për këtë temë, për mirësitë që sjell besimi, për premtimet e shumta që Allahu xhaleshanuhu ju jep besimtarëve nëpërmjet besimit, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës, Muftiun e Vlorës, Zotëri Ardit Hoxhallaku. Mufti, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Asalamu alaykum. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju për kohën. Dhe menjëherë do të nisim me që edhe bëm një intro të shkurtër, çfarë është besimi në fakt? Pra shpesh themi që besimtar, nëse pyesim njerëz në tërësi, pra çfarë kuptojmë me besimin, qoftë në aspektin shpirtëror, por në atë social të përgjithshëm, por edhe për kufizimin që na jep vetë Allahu xhaleshanuhu për besimin. Allahu i madhëruar kur e ka krijuar njeriu, kemi një bashkëbisedim ku e bën me melekët e tij. I thot Allahu i madhëruar melekëve të tij, unë do të krijoj një zëvendës timin në tokë. Në këtë moment, melekët i thonë Allahut të madhëruar, dalin nga natyra e vetë në fakt. Melekët i thonë, a mos vallë do krijoni një krijesë që ajo do bëjë shkatërime në tokë, kur ne të adhurojmë, do të falenderojmë ty? Dhe pastaj vazhdon ajo bashkëbisedimi i gjatë, po duhet të ndalim te kjo pjesë. Pikërisht sepse këtu fillon dhe dallohet pse e ka quajtur Allahu i madhëruar zëvendës të tij në tokë, dhe vallë, a çdo njeri është zëvendës i Allahut në tokë, apo Allahu i madhëruar e ka ndarë këtë. Në Kur'anin famlar, Allahu thot, në disa ajete kuranore, ja eyyuhan nas, ku tregon për të gjithë njerëzit. Dhe në disa ajete të tjera, Allahu i madhëruar thot, ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Tani, ja eyyuhan nas, Allahu e ka për çdo krijesë, pra për çdo njeri i cili beson apo nuk beson. Dhe po të shikojmë këto ajete kuranore, janë zakonisht rregulla jetësore, rregullator midis njerëzve. Ndërsa ku fillon ja ayyuhalladhina amanu, thot Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kur të shikoni një ajet kuranor që fillon me ja ayyuhalladhina amanu, hapni veshët mirë, sepse Allahu i madhëruar ju është drejtuar juve që i besoni atij, dhe aty ka o një urdhër për obligim ose një urdhër për ndalesë. Atëherë, ndalojmë te kjo pjesë. Allahu i madhëruar në ajetet e para të surës El-Bekare thot Bismillahirrahmanirrahim, dhalika al-kitabu la rayba fih. Ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Dhalika al-kitabu la rayba fih hudan lin-nasi. I cili është udhëzues për njerëzit. Hudan lin-nasi, dhe vazhdon ajeti kuranor ku thot lil muttaqin, për ata të cilët e kanë frikë Allahun e madhëruar, të cilët janë të devotshëm. Dhe vazhdon ku thot ata që i besojnë të padukshmes. Këtu është besimi. Nëse ne kërkojmë t'i besojmë diçka që duket, ajo është ta vërtetosh me dorë, me sy, me vesh apo me hund, me nuhatje, që ajo ekziston. Kjo nuk quhet besim. Ky është vërtetim i një diçkaje që ekziston. Ndërsa besim është ai i cili njeriu i beson pa e parë. Pikërisht siç i besojmë ne Allahut të madhëruar, dhe për kufizimi më i bukur është hadithi i Xhebrailit alayhis salam që ia sjell pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku i thot beson në Allahun, në melekët e tij, në pejgamberët e tij, në librat e tij, në kaderin, në ditën e gjykimit. Pra, i ka veçuar Allahu i madhëruar këta njerëz të cilët nuk kanë nevojë për ta argumentuar apo për ta vërtetuar një gjë që ta besojnë. Dhe këta janë pikërisht ky grup që thot Allahu i madhëruar ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Dhe tek sura Al-Asr, Allahu i madhëruar bën një përkufizim shumë të bukur, ku betohet në kohën. Thot pasha kohën. Njeriu është totalisht i humbur. Përveç atyre të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Kanë këshilluar njëri tjetrin për në rrugë të drejtë dhe për të bërë durim. Pra, njeriu nëse nuk ka besimin, është i drejtuar për drejt humnerës së humbjes. E nëse i beson asaj të padukshmes, atëherë ky është ai i cili e ka kthyer veten për nga humnera
për drejt rrugës së Zotit të gjithësisë. Mefti, njeriu sigurisht që ka një qëllim ekzistence. Dhe Allahu xhaleshanuhu e tregon këtë qëllim në Kur'anin famullar. Në fakt si shërben besimi, le të themi realizimit të këtij qëllimi, sepse nëse njeriu jeton jashtë këtij qëllimi është pa busull dhe është i orientuar drejt rrugës së sigurt të humbur. Si shërben ky besim që ta mbajë të ekuilibruar, ta mbajë le të themi vigjilent rreth qëllimit për cilin ai është krijuar? Allahu i madhëruar ka dërguar shumë pejgamber. Ndër pejgamberët më të spikatur është edhe Ibrahimi a.s. Po të shohim kërkimin e Ibrahimit a.s. që fëmijë, e kuptojmë se çfarë kërkon. Ai kërkon të drejtohet dikujt që të ketë një qëllim në jetën e tij. Shikon yjet, thot, ylli më i madh, ky është Zoti im. Kur e shikon që humbasin sepse del hëna, thot, kjo është më e madhe. Kur humb dhe hëna del dielli, thot, ky është më i madh. Pastaj kur perëndon dhe dielli, thot, nuk mund të perëndoj, thot, një Zot. Atëherë thot, ai që i ka krijuar të gjitha këta është Zoti i gjithësisë. Njeriu që në fillimet e tij kur lind, është kurështar të di se për çfarë ka ardhur në këtë dynja. Është kurështar se çfarë është kjo, çfarë është ajo tjetra. Pra, gjithmonë në kërkim. Dhe Allahu i madhëruar për na lehtësuar këtë gjë, na thot në Kur'anin famlar, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe unë si kam krijuar për gjë tjetër njerëzit dhe xhindët, vetëm se të më adhurojnë mua. Kjo nuk do të thotë se njeriu duhet vetëm të falë namaz, por çdo punë e mirë, çdo punë që bëhet sipas asaj që kërkon Allahu i madhëruar e quan adhurim, sepse e bën në mënyrë të vetëdijshme. Pra, njeriu kërkon busullën e tij për të drejtuar në rrugën e duhur, në siratul mustaqim, pra, sepse Allahu i madhëruar pikërisht në surën Fatiha, si thot Bismillahirrahmanirrahim, ihdina siratal mustaqim, na udhëzon ne në rrugën e drejtë, e cila është një rrugë vetme, nuk ka rrugë tjetër. Pra, qëllimi i njeriu është të gjejë rrugën e drejtë. Kjo është nëpërmjet ndjesive, nëpërmjet logjikës, sepse kemi Ibrahimin a.s. që e gjeti nëpërmjet logjikës së tij, të shëndosh. Dhe ne e dim shumë mirë për kufizimin e të qenurit të obliguar në Islam është ku thot të jetë në moshën e pjekurisë dhe të jetë mendërisht i shëndosh. Atëherë, pse e kufizon Allahu në këtë mënyrë? Sepse i ngarkon njeriu që me mendjen e tij të shëndosh që ja ka dhuruar, ai të kërkojë dhe të gjejë rrugën e duhur, pra qëllimin e jetës. Jemi në një kohë ku, sidomos tek të rinjtë, vërejmë më shumë që kanë, le të themi, turbullira, kanë mjegulla, le të themi, shpirtërore. Shpesh herë, do të thonë, stresi, ankthi, gjëra të ndryshme ndikojnë shumë në jetën e tyre dhe janë, le të themi, si të përhumbur në tërësi. Dhe është edhe shpreha ajo paqja e brendshme, qetësia, rahatia e brendshme. Sa ndikim ka besimi në këtë qetësinë e brendshme? Dhe në fakt si duhet jetë një musliman në raport me këto sprova që e godasin? Pra, sepse askush nuk është imun nga vështirësitë, nga sprovat, nga stresi, por një musliman çfarë sjellje duhet ketë? Pra, duke qenë se është besimtar. Atë, më lejoni t'ju tregoj një ndodhi që ka ndodhur në jetën time midis një profesorit psikolog shumë i mirë në Shqipëri dhe besimtar dhe një imami. Një imami im, kur isha mufti në Librasht, futet në stres, por bie në depresion. Shkon deri aty sa nuk po arrinte dot të drejtonte namazet e taravive. Ishim në Ramazan. Më vjen fjala, e marr, u mundova ta këshilloj, por e pash që ka nevojë për një dorë nga jashtë. Profesionisti. Dhe e mora profesorin në telefon. Profesori është Jashar Demiri, një psikolog i njohur dhe besimtar i mirë. E marr në telefon dhe i them, profesor, kam një hall. Këtu. Erdha në Tiranë dhe kur u futëm te dhoma e tij, më bëri përshtypje mënyra se si e filloi bisedën. I dha selam imamit dhe bëri sikur nuk e dinte se ishte imam. Më drejtohet mua dhe më thot, mufti, thot, është besimtar? I them, unë është imam. Edhe pse i kisha thënë në telefon. Është imam, tha, po. O imam, tha, si thot Allahu i madhëruar në Kur'an, tha, kur njerëzit, tha, bëhen me vesvesa. Imami filloi të këndoj surën Nas, disa ajete të tjera. Pastaj i tha, e kupton imam, tha, se në fakt
ti duhet më mbështesesh mua psikologjikisht e jo unë ty, sepse Allahu i madhëruar ty ta ka dhënë në Kur'an ilaçin e çdo gjëje. Pra, sot rinia bjen në atë ankthin apo në atë frikën se çfarë do bëj, sepse është një mjegull sinqerisht e dendur. Kurani famlar na tregon se si duhet të dalim nga kjo. Na tregon Allahu i madhëruar që këtu jemi kalimtar. Dhe na tregon që nuk duhet të brengosemi aq shumë, sepse kjo është kalimtare dhe ajo që duhet të brengosemi realisht është dita e gjykimit, është ahireti. Njeriu kur mendon për ahiretin, këtë dynja e kalon më lehtë, sepse është tamam si puna e atij që vrapon në maraton dhe qëllimin e ka për 10 kilometra. Nëse ai qëllimin e ka për 10 kilometra, 5 kilometrat ai i ka pa problem. Se e ka brenda 10 kilometrashit. Synimin e ka më larg. Njeriu nëse synimin e ka vetëm për këtë botë, ai synon të shkoj vetëm tek 5 kilometrashi i parë dhe kjo e lodh, sepse synimi deri aty është. Ama nëse e ka synimin për në jetën tjetër, Allahu i madhëruar thot që për besimtarët mos e humni shpresën dhe kur ju i besoni Allahut të madhëruar, Allahu i madhëruar do të çojë juve rrugdalje e risk, pra furnizim nga aty ku nuk e prisni. Një besimtar i mirë kur e kupton këtë gjë, që Allahu i madhëruar ja ka garantuar riskun, Allahu i madhëruar ja ka dhënë edhe rrugdaljen, është më i lehtë shpirtërisht. Po të vëmë re, sidomos në botën perëndimore, por tashmë kjo ka ardhur edhe tek ne, nuk është vetëm andej, njerëzit kërkojnë për të ngopur shpirtin e tyre, kërkojnë rrugë të ndryshme. Alkoolin, lëndët narkotike, bigjozin, prostitucionin. Të gjitha këto i kërkojnë. Kalojnë nga njëra tek tjetra. Pse? Sepse e para nuk ja jep, e dyta nuk ja jep, e treta nuk ja jep, e katërta nuk ja jep. Kjo mund të shkojë 10, 20, 30, me mira mund të shkojnë, nuk ja jep. Keni parë ndonjë besimtar që kur fillon ta shijoj atë dhikrin, përmendjen e Allahut të madhëruar, të thotë që nuk ma mush shpirtin kjo, më duhet të kërkoj diçka tjetër? Jo. Sepse thot Allahu i madhëruar, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vetëm me përmendjen e Allahut mbushet zemra. Atëherë, kjo rini, nëse do që ti mbushet zemra me të vërtetën, me atë që nuk ka nevojë ta ndroj, është shumë e thjeshtë. Ta dorëzoj veten e tij tek ai që e ka krijuar. Dhe ai do t'ja mbush zemrën e tij me atë që do. Shumë faleminderit Mufti, shumë e nevojshme mendoj edhe për masën e gjerë, sepse njerëzit her pas here bien në këtë situatë. Do të kthehemi në një pikë tjetër. Besimtari përgatitet për botën e përtejme, por për këtë përgatitje bazohet në premtimet që Allahu xhaleshanuhu i jep. Dhe cilat janë disa premtime që Allahu ja jep besimtarit? Pra ju një nga to e niset në surën Asr, që e përmendët. Pra cilat janë disa të tjera që besimtari mbushet me shpresë kur e dëgjon fjalën e Allahu xhaleshanuhu? Allahu i madhëruar në surën Enfal na tregon për cilësitë e besimtarëve dhe një prej cilësive thotë ata të cilët kur u përmendet Allahu u dridhet zemra. Dhe në fund pas disa ajetesh thotë këta janë besimtarët e vërtet, të cilët gradat i kanë shumë të larta tek Allahu i madhëruar dhe shpërblimi i tyre është xheneti. Në shumë ajete kuranore na tregon Allahu i madhëruar ku thotë ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar do të jenë të shpërblyer me xhenetet e pafundme, me xhenetet më të bukur. Por nuk mjaftohet Allahu i madhëruar vetëm me premtimet e ahiretit. Na premton edhe për këtë jetë, siç e tham pak më parë, ku thot Allahu i madhëruar ata të cilët i dorëzohen Allahut të madhëruar dhe nuk e prejnë shpresën prej tij, Allahu i madhëruar ju jep rrugdalje për të gjitha problemet që kanë në këtë dynja dhe i furnizon ata nga aty ku nuk e presin. Kush është stresi më i madh, ankthi më i madh sot në jetën tonë? Jetesa. Të kemi një jetesë më të mirë, të kemi një pasuri, të kemi shumë gjëra që ne duam t'i bëjmë. Atëherë, Allahu i madhëruar me urtësinë e tij na jep. Por problemi është a e kemi kuptuar ne se Allahu na e ka dhënë apo jo? Sepse jo domosdoshmërisht është mirësia e Allahut të jetë pasuri. Pra, pasuri materiale. Ajo mund të jetë pasuri shëndetësore, mund të jetë pasuri shpirtërore e cila të jep një qetësi në shpirtin tënd dhe ti je i qetë.
është një pasuri familjare ku nuk ke probleme në familje. Shpeshherë ne dëgjojmë, na vinë njerëz si neve, juve dhe pothuaj të gjithë hoxhallarëve ju ka ndodhur që ju vinë njerëz dhe thonë kemi probleme në familje. Ne kemi pasuri, kemi të gjitha, por kemi probleme. Kush janë problemet? Po ti marrësh, janë probleme të cilat nuk çojnë as pluhur. Por ankthi është i atill që njeriu e çon drejt dëshpërimit. E nëse shkon drejt dëshpërimit dhe Allahu i madhëruar i ka dhënë një urtësi besimtarit. Thon dietarët, nëse njeriu fillon t'i besojë vetvetes se mund ta zgjidh unë problemin, Allahu i madhëruar për t'i dhënë për ta kuptuar se sa i dobët është njeriu, e lë vetëm. Dhe thot, me që ti i beson vetes, atëherë zgjidhe problemin. Por në momentin kur besimtari thot, o Allah, mos më lë vetëm. Mos më lë ballë për ballë me nefsin tim, sepse unë jam shumë i dobët për ballë ti, atëherë Allahu i madhëruar thot, robi im u mbështet tek unë. Dhe unë atë nuk mund ta lë në rrugë. Tregohet një gojë dhënë, ku thot, në kohën e Musait alayhis salam, Allahu të madhëruar një prej emrave, cilësive të Allahut që e përmendin më shumë ishte Samet. Një idhujtar, pasi kishte drejtuar nga të gjithë idhujt për të kryer hallin e tij, dhe nuk i ishte kryer halli, i drejtohet Zotit në një mënyrë sfiduese. Ja, Samet, nëse ti pretendon se je Zoti i vërtet, atëherë ma zgjidh problemin. Allahu i madhëruar ja zgjidh problemin. Melekët e Allahut i thonë, o Allah, ai nuk të beson ty. Ai edhe kërkesën ta bëri sfiduese. Allahu i madhëruar i thotë, nëse unë nuk do t'ja plotësoja, në mendjen e tij unë do t'isha njësoj si ato idhujt që nuk ju përgjigjen. Ju përgjigja për t'i thënë për të kuptuar se unë nuk jam si ata. Unë jam zgjidhësi i problemeve. Pra Allahu i madhëruar i përgjigjet edhe atij që nuk e beson realisht, sepse i ka garantuar që në këtë jetë unë do të përgjigjem. Me tek fjala Bismillahirrahmanirrahim, pra Rahman dhe Rahim janë në rrënjë e njëjta fjalë, por që Allahu i madhëruar i ka bërë një dallim. Me fjalën Rahman mëshiron çdo krijesë në këtë botë, dhe me fjalën Rahim do të mëshiroj ata të cilët i kanë besuar dhe janë drejtuar atij në ditën e gjykimit. Pra, njeriu nëse mbështetet tek krijuesi, i te i kalon të gjitha problemet në këtë dynja, sepse shkon në xhami, hap duart dhe fillon, o Allah, ti je ai që më ke sjellë në këtë dynja, ti je ai që ke sjellë të gjitha këto probleme. Por në ajetin që ne e njohim për amana rasulu, na ke treguar që thua la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Nuk e ngarkon robin e tij përveç asaj sa mban. Atëherë, o nuk e kam arritur unë ta kuptoj se e mbaj këtë, ose atë që më ke dhënë, e ke dhënë që të mos provosh dhe të ma largosh ti. Allahu i madhëruar me patjetër do t'ja largoj, por me mënyrën e tij. Sigurisht. Ju e thekët në fillim që Allahu xhaleshanuhu na drejtohet në Kur'an ja ayuhan nas dhe ja ayyuhalladhina amanu. Pra që ne jemi në një shoqëri pak komplekse, besimtar dhe jo besimtar, apo besimtar të besimeve të ndryshme. Si funksionon besimi si një rregullator i marrëdhënieve të besimtarit me të tjerët? Pra shohim profetin alayhi salatu selam që në fakt këshillon që besimtari më i mirë është ai që përfshihet me hallet e njerëzve dhe jo thjesht një jetë askete duke adhuruar ditë natë. Pra si është kjo le të themi elementi kyç që besimtarin e shtyn besimi i tij pra që të jetë pjesë integrale e një shoqërie. Pejgamberi alayhi salatu selam thotë, unë jam dërguar për të plotësuar moralin më të bukur. Pastaj thotë në një hadith tjetër, thotë njeriu më i mirë, pra ose më i miri për jush është ai i cili është i dobishëm për njerëzit. Nuk thot për besimtarët, thot për njerëzit. Dhe më i keqi prej jush thot është ai i cili i bën dëm njerëzve. Atëherë, në jetën e përditshme, neve nuk bëjmë dallim besimtar apo jo besimtar, sepse Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që të ndihmojmë apo të kërkojmë ndihmë për punët e përditshme nga çdo njeri që na rrethon. Dhe siç thot pejgamberi alayhi salatu selam, kush nuk mëshiron ata që janë në tokë, nuk do ta mëshirojnë ata që janë në qiell. Atëherë, këtu nuk është e dalluar besimtar apo jo, por është njeri. Dhe ne e dim shumë mirë që pejgamberi alayhi salatu selam më i kujdesshëm ka qenë me komshiun që e ka pas jo besimtar, se sa me komshiun besimtar. Dhe kur e kanë pyetur për arsyen, ka thënë, komshiu besimtar më kupton
ndërsa ai jo besimtar nuk më kupton. Pra duhet jemi shumë më të kujdesshëm. Dhe në këtë aspekt ne jemi të urdhëruar që mirësinë tonë ta kalojmë tek çdo njeri i cili jeton bashkë me ne. Dhe shembulli më i bukur është në tregti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Men ghashana falaysa minna." Kush na tradhton neve, kush na mashtron neve, nuk është prej nesh. Kjo nuk është vetëm në çështje, a ke fal namazin apo jo. Kjo është në peshore, kjo është në çdo gjë, në çdo aspekt, dhe kjo nuk do të thotë kush mashtron besimtarët, kush mashtron njerëzit. Kush mashtron njerëzit? Pra, është një shtyllë ku kërkon Allahu i madhëruar të jetë në gradat më të larta që njeriu, nëse nuk është i mirë me njerëzit, nuk është i mirë as me Zotin e gjithësisë. Dy gjunahe janë që Allahu i madhëruar nuk i fal. Një, nëse e mohon Allahun e madhëruar; dy, nëse i hyn hak dikujt. Që do thotë, ai që i ka hyrë në hak, kjo nuk është e kufizuar me besimtar apo jo. Ky njeri që i ka hyrë në hak, në ditën e gjykimit, kemi hadithin shumë të bukur të pejgamberit alayhis salatu wasalam që thotë sahabëve: kush është muflisi? Pra kush është i falimentuari? I thonë sahabët: ja Rasulullah, ai që ka pasuri e ka humbur dhe s'ka më. Pejgamberi alayhis salam i thotë: ky është për këtë dynja. Për dynjan tjetër thotë është ai i cili ka shkuar tek Allahu i madhëruar me obligimet e kryera, me çdo gjë në rregull. Pra, me Allahun e madhëruar i ka marrëdhëniet në rregull. E ka kryer provimin me Allahun. Dhe Allahu i thotë: ti mund të vazhdosh për xhenet. Në atë moment del një njeri. Nuk thotë del një besimtar. Del një njeri dhe thotë: o Allah, ai më ka hak. Kërkoj hakun. I jep, vazhdon tjetri, derisa vjen dhe një në fund dhe thotë: o Allah, edhe mua më ka hak. I thotë Allahu i madhëruar: jepi nga sevapet tuaja. O Allah, nuk kanë ngel ma sevape. Atëherë merri gjunahat aty. Dhe ai njeri thotë është i falimentuar. Pra, aq shumë e rëndësishme është marrëdhënia me njerëzit, sa është marrëdhënia me Allahun, aq është edhe me njerëzit. Një njeri nuk mund të jetë i mirë me Allahun e të jetë i keq me njerëzit. Sepse ai e din shumë mirë që Allahu e shef edhe kur ka një veprim me njerëzit, por e shef edhe kur është në namaz. E nëse ne pretendojmë se në momentin që hymë në xhami, bëjmë rolin e të mirit, e kur dalim nga xhamia, vazhdojmë ato prapësirat tona, mendojmë se Allahu i madhëruar na shef vetëm atë pjesën e xhamisë, atëherë ne nuk kemi besuar Zotin. Ne thjesht kemi mashtruar veten duke kujtuar se kemi besuar Zotin. Mifti, faleminderit për gjitha këto këshilla shumë të vyera. Unë do doja një mesazh shumë të shkurtër për dëgjuesit tanë, për besimtarët në tërësi, duke qenë se jemi edhe në muajin e begat të Ramazanit. Mesazhi në fakt është një hadith ose ngjarje kur i ka ndodhur pejgamberit alayhis salatu wasalam kur vjen një grup për të besuar. Kishte dëgjuar për pejgamberin alayhis salam dhe njëri nga pjesëtarët e grupit nuk po qëndronte dot në vend. Pejgamberi alayhis salam e thret. Dhe thuhet sipas një transmetimi që i bashkon gjunjët e tij me gjunjët e vet. Dhe i thot, i vend dorën në zemër. Personi i thot: ja Rasulullah, kur mund ta kuptoj se një gjë është e mirë apo një gjë e keqe? Pejgamberi alayhis salam i vend dorën në zemër dhe i thot: kur ti e bën një vepër, dëgjoj zemrën tënde. Nëse ajo është e qetë, ke bërë një vepër të mirë. Nëse ajo nuk është e qetë, atëherë ke bërë një vepër të gabuar. Zemra nuk të gënjen. Atëherë, mesazhi më i bukur sidomos për rinin është të gjejnë qetësinë e shpirtit të tyre. Në momentin që ta gjejnë atë, atëherë mos të largohen prej saj, por të investojnë për atë. Sepse rinia është sot, nesër nuk është më. Ama qetësia shpirtërore është ajo e cila do t'i jap një jetë të mirë në këtë botë, por do t'i jap edhe në botën tjetër. Qetësia e shpirtit është pasuria më e madhe që mund të kemi. Shumë faleminderit Mufti. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhalleshanuhu që fillimisht pranoi agjërimin e kësaj dite, por të na bëjë ne besimtar me të cilët ai është i kënaqur. Miru takofshim në emisionet e radhës.